Piktori nga Prishtina, Arben Elshani, erdhi para publikut shqiptar me një ekspozitë personale në Galerinë Oda në Shkodër. Në titullin Lod, ekspozita sjell një reflektim artistik mbi konceptin e ngarkesës në realitetin bashkëkohor, duke e trajtuar atë si proces fizik, emocional dhe psikologjik. Kjo ekspozitë pak a shumë shihet në disa prej pikturave, ku mund të krijohen disa tensione që tregon për shembull atë ngarkesën e brendshme që janë të shpërfaqura në disa raste në mënyrë metaforike tek pikturat e mia, kështu që përveç kësaj unë kam dashur që me lujt pak edhe me pjesën e kornizave, për shembull që ka të korniza që jashtë standardit. Ekspozita Lod ka për qëllim, domethënë, të krijojë një dialog në mes të nostalgjisë dhe aktualitetit që jetojmë sot. Mes të pranishmëve në ekspozitë ishte skulptori shkodran Ferit Kola. Guxim, dhe vetëm guxim. Sepse guxim një gabon në fiton. Gabon edhe mëson. Gabon e sport. Edhe guxo, jepi forca. Ekspozita Lod e fton vizitorin jo vetëm të vëzhgojë, por të bëhet pjesë aktive e procesit interpretues, duke projektuar përvojat personale mbi veprat e ekspozuara. Në këtë mënyrë, ekspozita pozicionohet si një hapësirë reflektimi kritik mbi marrëdhënien mes kujtesës, kohës dhe identitetit në ekzistencën moderne.